Dyert e shkollës finlandeze u hapën drejt vendeve nordike, aty ku kultura, tradita dhe arsimi u takuan në një fest plot ngjyra. Festivali nordik solli atmosferën e këtyre shteteve mes nxënësve duke kthyer shkollën në një urlise mes dijes dhe kulturës së botës. Ceremonia hapse u nderua me praninë e ambasadorit Matti Nisinen, shoqëruar me aktivitete të organizuara nga shkolla për studentët. Nordic Fest apo Festivali Nordik është një festival i cilin shkolla finlandeze organizon tash 3 vite në bashkëpunim me ambasadën finlandeze dhe atë suedeze. Është një festival i cili promovon kulturën, traditat dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me shtetet nordike, kryesisht Suedin dhe Finlandën. Sot kemi organizuar aktivitete të ndryshme së bashku me ambasadorin suedez Jonas dhe ambasadoren finlandeze Eva-Marie, ku gjatë ditës pas ceremonisë hapse tani do të vazhdojmë me aktivitete të ndryshme të cilat promovojnë vlerat nordike. Tema kryesore e këtij festivali këtë vit është stili i jetesës skandinav apo nordik, ku fokusohem tek ngadalësimi dhe shijimi i jetës në vazhdimsi dhe në përditshmëri. Është një festival i cili ngërthen shumë kulturën nordike me atë vendaste tonë. Në të njëjtën kohë ne mundohemi të promovojmë edhe vlerat e tjera të vendeve nordike, siç janë sistemi edukimi, sistemi social, e shumë gjërat e tjera të cilat i bëjnë këto vende më të veçanta në botë, ku edhe Finlanda tashmë është vendi më i lumtur në botë për të 9 vit me radhë. Ky festival feston kulturën unike, sistemin social, arsimin, traditat dhe vlerat e vendeve nordike. Një prej recetave që studentët praktikuan gjatë festivalit ishte cinnamon roll, ëmbëlsira e njohur me aromë kanelle që është shumë e dashur në vendet nordike, e veçanërisht në Suedi dhe Finland.